Përshëndetje miq të Radio Singjellja, jemi pas festës së Krishtlindjes në studio si gjithmonë me zotin Miron Çako. Miron, të falenderoj. Si shkoi festa, si u festua në Katedralen Ngjellja e Krishtit? Po, lavdi Perëndis, jo vetëm katedrale, po siç edhe ne e pam, në çdo vend ku mblodhen krishterë ortodoks, në gjithë kishën ortodokse që shtrihet në këtë vendin tonë, pati shumë besimtar, të cilët kremtuan lindjen si njeri të birit të Zotit ose fjala që u bë mish. Krishtlindja është një festë që ka shumë hir, dhe jo vetëm besimtarët, që ata që janë praktikantë, po dhe ata që besojnë më pak hiri i tërheq, madje edhe ata që nuk besojnë fare. Kjo është arsye që kemi shumë njerëz që vinë, sepse dhe pa kuptuar ata i tërheq hiri, pra derdhet një hir shumë i madh nga Perëndia, ashtu si është një ditë për shembull e ngrohtë që të gjithë dalin dhe nga shtëpia dhe nuk i gëzohen dot rrezeve dietit, kështu është edhe në këto ditë kremtore. Miron, do ndalemi pak tek ngjarjet biblike. Do më thuash personazhet që marrin pjesë në lindjen e Krishtit. Po. Ti sqarojmë edhe ti shpjegojmë pak edhe për dëgjuesit. Po, shiko, pyetja ju është shumë e mirë sepse kisha mbas datës 25, po të shikoj në kalendar liturgjik mblidhet për të kujtuar personazhet e tjerë të rëndësishëm në këtë ngjarje që është një nga mrekullitë më të mëdha që bëri Zoti. Sepse Zoti bëhet njeri, edhe hyn në kohë dhe hapësirë, dhe bëhet një sinep përveç mëkatit. Kështu që në 25 ne u mblodhëm për të kremtuar pra lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht, pra ndaj u mblodhëm në ditëlindjen e tij, në rreth personit të tij. Por në datën 26, 27, 28 ne mblidhemi të kujtojmë dhe si them disa personazhe të tjerë. Data 26 dhjetor, kisha ortodokse mblidhet për të shenjtë Vigjereshën Mari. Duhet dim se kjo ka qenë një nga kremtet e para për të shenjtë Vigjereshën Mari, siç janë dhe të kremtet e tjera. Dhe gjithë kremtet e tjera mariologjike për të shenjtë Mari ka filluar nga kjo e kremte, nga data 26 dhjetor mbas Krishtlindjes. Sepse personi dytë më i rëndësishëm, pjesëmarrës në këtë mrekulli, në këtë ngjarje, është e tërshenjta Vigjeresha Mari, sepse ajo e lindi Krishtin dhe e tërshenjta Vigjeresha Mari është një mister i madh që vetëm Perëndia e di të gjithë atë, si them, kush është ajo me të vërtet, dhe sipas etërve të kishës, lavdia e saj është ruajtur për të zbuluar në ardhjen e dytë të Krishtit. Por kisha e kundron atë si person, e nderon në mënyrë të veçantë si nënën e Zotit, dhe mblidhet në duke i dhënë asaj përshëndetjen. Ashtu si kur lindi një grua fëmijën e vet, njerëzit nuk shkojnë vetëm për fëmijën, por shkojnë edhe për të përshëndetur edhe nënën. Kështu që edhe kisha përshëndet nënën e Zotit, Vigjeresha Mari. Do dim se lindja e saj është një lindje krejt ndryshe nga gjithë gratë e tjera. Ndoshta njerëzit nuk e dinë, por teologjia e krishterë ortodokse i ka dhënë rëndësinë e saj, jo vetëm ishte një lindje virgjërore, do me thënë. Ajo mbeti shtatzan nga shpirti i shenjtë, pra ose them shpirti i shenjtë ndikoi tek ajo që filloi njerëzimi i fjalës si embrion dhe nuk u prish virgjëria. Edhe kur e lindi birin e saj, të vetëm lindur, prap virgjëria e saj nuk u prish. Ky është një paradoks natyror, sepse është e pamundur që një vajzë të bëhet, si them, të ngjizet dhe mos të mbetet përsëri e vigjër, ose aq më shumë që të lind dhe të mbetet e vigjër. Por këtu prishen ligjet e natyrës, ose tejkalohen ligjet e natyrës, më mirë themi, sepse biri dhe fjala e Perëndis, që është frym, është shpirt, se Perëndia është frym, kur hyri tek ajo, as nuk e cënoi, edhe kur doli prej asaj si Perëndi, njeri prapë nuk e cënoi. I jepet një ikonë, e thonë etrit e shenjtë, për shembull siç është dielli, i cili përçon atë xhamin dhe përçon dritën dhe temperaturën, por xhami nuk thyet. E qartë. Pra është një shembull. Pse? Sepse Perëndia nuk e cënon natyrën. Por dhe diçka tjetër. Të gjitha gratë
duke filluar mbas Evës, lindin fëmijët me dhimbje. Sepse dhimbja e lindjes erdhi si pasojë e mëkatit të gruas së parë. Për treguar se mëkati i Evës solli dhimbje në botë. Dhe ne lindim me dhimbje, vi me të qara, po ikim me dhimbje dhe me të qara. Edhe kjo botë quhet bota e lugina e hijes dhe vdekjes, ose lugina e lotëve. Por, tek e tërshenjta Virgjeresha Mari, kjo nuk ndodhi. Pse? Sepse ajo vërtet lindi si gjithë fëmijët e Adamit, nga bashkimi i burrit dhe gruas, babait dhe nënës saj, por kemi folur ndoshta këtu, hyjprindët e Shenj Joakimit dhe Ana arritën të bënë një bashkim pa pasion, pa epsh. Kjo ishte një gjendje e lartë shpirtërore tyre. Kështu që ajo e trashëgoi mëkatin sugjershor jo në intensitetin që e trashëgojmë ne. Por prapë kishte mëkatin. Kisha ortodokse gjithmonë pranon se ajo kishte mëkatin e Adamit. Por ajo nuk bëri asnjë mëkat personal. Sepse u rrit në disa kushte të veçanta, u kujdesën kryengjit Gabriel dhe angjit në tempull, dhe edhe biri dhe fjala e Perëndis kur hyri tek ajo nuk trashëgoi mëkatin e Adamit, sepse ai nuk mori fara burri ose farën e Adamit. Kështu që lindja ishte pa dhimbje. Madje tërshenjta nuk kuptoi që lindi fëmin. Kur lindi e tërshenjta, nuk ishte asnjëri pa ty pranë. Tradita e kishës dhe unë gjithi apokrif i Jakovit, që kisha ka marrë disa të vërteta, na thotë që kur erdhi koha për të lindur, atëre Josifi, plaku Josif, nuk deshte të gjente një vend të përshtatshëm, një shtëpi, një dhomë hani ose diçka tjetër, por nuk kishte vend sepse të gjithë ishin të zëna, për shkak se bëhet një regjistrim i popullatës. Si censusi. Si census, një lloj censusi ishte. Dhe atëre ku ta çonte? Doli një shpellë aty, një kasole, edhe çovi aty dhe e la në grazh, atje në kasht, që të shkonte të gjente mami. Thuhet që kur Josifi iku për të gjetur mami, koha ndaloi. Shpendët ndaluan, uji ndaloi, çdo gjë ndaloi, njerëzit ndaluan. Ndaloi koha. Kush kjo? Koha që shkon drejt vdekjes. Se ne lindim për të vdekur apo jo? Dhe në momentin që lindi Zoti Krisht, koha filloi prapë lëviz. Filloi koha e re, atë që Krishti ndan kohën për gjysmë. Para Krishtit, mbas Krishtit. Dhe tani kur engjëlli Gabriel e mësoi Virgjereshën Mari si ta lindte, si ta mbështite fëmijën me shpërgënjë, me rreckat e fustanit vetë. Ajo ishte dhe vajzë e re, ajo nuk ishte përvojë, nuk ishte asnjë grua aty. Kur erdhi Josifi me mamin, tu tek shpella ose tek kasollja, që ishte gjysmë shpellë, gjysmë kasollë, një dritë e verbuse ndaloi hyrjen. Ashtu siç ishte drita në malin Sinai, ku erdhi Zoti që i dha ligjin Mojsiut. Ajo dritë ishte, për treguar se kishte ardhur Zoti aty. Dhe vetëm kur u zbe drita, atëre mund të hynte Josifi dhe gratë për të parë foshnjën e lindur, që Virgjeresha Mari e kishte lindur pa dhimbje thash dhe e kishte vendosur në grazh, se nuk ishte vend më të përshtatshëm, më të pastër aty. Këto ne i tregojnë gjithë apokrif. Janë dhe pjesë e traditës së kishës. Dhe i kemi dhe në ikonografinë e lindjes. Ju përmendët, thatë, plaku Josif. Po. Po pse plaku Josif? Nuk ishte i ri Josifi në moshë? Jo. Se neve shohim në disa momente që është me figurën e një djalit të ri, dikush thotë që është i ri, disa thonë plaku. Pse plaku? Ndërhyrja juaj është shumë e rëndësishme. Pse? Se do ta shpjegojmë. E para, tradita e kishës ortodokse, që është e barazvlefshme me shkrimin e shenjtë. Kisha ortodokse ndryshon nga heterodokse, sepse ka edhe shkrimin e shenjtë, ka dhe traditën. Madje tradita nxori shkrimin e shenjtë. Por tradita na thot që Josifi, vlesori, i fejuari, ishte një moshë të madhe, 80 vjeçare. Prandaj, ikonografia e hershme e krishterimit e bën ikonizon Josifin gjithmonë plak, por në një pleqëri të thellë, jo një plak, si them, por vital, por një plak. Dhe këtu ishte edhe një tjetër mrekulli, që Zoti zgjodhi një plak që të kujdeset për atë. Kur Virgjeresha Mari doli nga tempulli, ishte në moshën 14 vjeçare.
Dhe prindit e saj ishin ndruar jetë, kështu që ajo nuk dinte ku të rinte. Priftërinjtë e tempullit e dini që ai ishte një person i veçantë, sepse ishte rritur brenda në tempull në shenjtrorin kur prifte hynte vetëm një herë në vit. Dhe ata dinin që ky ishte njëri jashtëzakonshëm, nuk ishte njëri i zakonshëm. Kështu që nuk dinin ku ta linin. U paraqitën disa burra të virtuçëm për ta marrë në kujdestari. Një ndër ta ishte Josifi. Josifi kishte lidhje farefisnore me Virgjeshën Mari, sepse ishte biri i motrës së shënanës, nënës së Virgjeshës Mari. Ishte kushurira e parë Virgjeshë Mari e Josifit. Do me thënë Josifi nuk ishte i fejuar Tashti, kur u bë, apokrife na thonë, sepse është mirë t'i din këto njerëzit, se këto e pasurojnë edhe traditën, u morë shkopi të këtyre pleqve, këtyre burrave që u paraqiten si të virtutshëm për të marrë këtë vajzë të veçantë, që ishte rritur në tempull, dhe vetëm shkopi Josifi lulëzoi gjethe dhe lule. Kjo është shenja që Josifi ishte caktuar nga Zoti që të kujdesej për Virgjeshën Mari. Por u bën disa, si them, në sy të njerëzve, u bën një lloj fejese. Atëherë nuk kishte këto ligje që ka dhe sot, dhe e lejoi Zoti të bëjë një lloj fejese që të mbrojë shtatzania e Virgjeshës Mari, që në sy të njerëzve ajo dilte e fejuara e Josifit, që kur të shikoi shtatzan, mos ta vristi me gur, sepse në atë kohë, në qoftë se një vajzë kapej në shtatzani të jashtëligjshme, jashtëmartesore, vrite me gur nga komuniteti. Ishte ligji shumë i fortë. Prandaj u bë kjo koraca ligjore për ta mbrojtur në sy të njerëzve. Kjo është arsyeja. Dhe Josifi gjithmonë është i vjetër dhe ka ndruar jetë 80 e ca kusur vjeç, mbasi u kujdes edhe për disa vite për Zotin Krisht dhe Virgjeshën Mari në shtëpinë e vet. Është një gabim, por është mëkat. Dhe unë nuk e shikoj thjesht një mëkat pa dashje. Unë e shikoj si një lloj agjente për ta bërë Josifin në ikonografi, fatkeqësisht, por ose në këto iskenimet, ilustrimet, madje edhe në filma, dramatizimet, Josifi bëhet si një burr i ri që ri në krahët e një gore të re. Pse? Sepse heterodoksët, protestant, gabojnë duke thënë se Josifi dhe Virgjeshja Mari, dhe kjo është mëkat dhe tatuash, kishin dhe fëmijë të tjerë mbas Krishtit. Sepse lexojnë Ungjillin atje që thot vëllezërit dhe motrat e Krishtit. Por këta nuk ishin vëllezërit dhe motrat e Krishtit natyral. Do ishin në Krisht. Ato ishin bijt dhe bijat e Josifit që kishte me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i vet. Sepse në qoftë se ne mbështetemi tek tradita që Kisha Ortodokse jep rëndësinë e duhur, sepse tradita çfarë është? Dokumentacioni për gjatë shekujve. Dhe tradita na thotë që Jakovi, vllai i Zotit që përmendet tek 70-ët ose në shkrimin e shenjtë, te Veprat e Apostujve, në moshë ishte më i madh se Krishti. Atëherë në qoftë se heterodoksët protestant thonë që kishin edhe fëmijë të tjerë, Do me thënë që do ishin më të vegjël. po duhet Jakovi do ishte më i vogël në moshë. Pra, kur heqim traditën, ne nuk japim interpretimin e duhur edhe të shkrimit shenjtë. Josifi ka qenë gjithmonë një plak, i cili edhe në moshën e tij të madhe u caktua nga Perëndia që të kujdesej për foshnjën hyjnor, që ishte biri i Zotit dhe biri i njeriut, dhe për nënën e tij. Dhe ishte vetëm kujdestar. Është dhe një mëkat tjetër në kufit e blasfemisë, që paraqitet Josifi në një ikonografi. Kjo ka hyrë edhe brenda ambienteve ortodokse, po është dënuar si dhe është larguar, që paraqitet Virgjëresha Mari me djalin dhe Josifi në krah të Virgjëresë Mari duke hedhur dhe dorën. Duket shumë e bukur, shumë romantike, dhe thuas familja e shenjtë. Koncepti i familjes së shenjtë nuk është në ortodoksi, ka ardhur nga Perëndimi. Nuk është në kishën tonë ortodokse, sepse nuk ka familje të shenjtë. Krishti nuk është pjesë e një familje. Dhe Krishti nuk erdhi të bëj familje njerëzore siç bëri Adami. Prandaj Krishti mbeti i virgjër. Nuk mund të riprodhojë dhe prandaj s'u martua, se ose ishte kundër martesës. Por Krishti erdhi të bëj familjen e Zotit që nuk është nga dëshirimi i burrit dhe i gruas, por nga lindja nëpërmjet misterit të pagëzimit.
Dhe ata që i besuan i bën bi të Perëndis, jo të lindur nga mishi dhe gjaku, na thuhet, por nga hiri i Perëndis. Kupton? Prandaj ne nuk kemi familje të shenjtë dhe Josifi nuk ishte burr real, ishte kujdestar. Prandaj quhet vlesor. Dhe këto romantizma që ti vësh dorën sikur e ke gruan tënde, të janë blasfemi. Pse? E tërshenjta Vigjeresha Mari është tempulli i Zotit. Tempulli i gjallë i Zotit, froni keruvik. Siç rri Zoti në qiell mbi keruvim, ashtu ndeti dhe tek mitra e saj që u bë një fron, dhe ai ishte si një keruvim më i lartë se keruvimet, se është nëna e Zotit. I dha mishin e gjakun e saj, frymën e saj. Kështu që ajo është e paprekshme. Është një tropar në kishë, dora e pabes mos ta prek. Ajo nuk preket, vetëm Zoti ka të drejtë që hyri tek ajo dhe qëndron tek ajo. Asnjë tjetër krijesë nuk mund ta prek atë. Është e tërë shenjtë. Prandaj si mund të vendoset dora e një njeriu, e Josifi, edhe pse Josifi i drejt ose Josifi i mëshirshëm, prap ishte një qenie mëkatare. Që të preki e tërë shenjtën, siç i tha kryengjit, gëzohu hir plote. Kuptoni? Prandaj kisha ortodokse është strikte këtyre gjërave. Dhe janë disa detaje, Miron, që vërtet duhen... Po që kisha gjithmonë i ka thënë, po sot kemi një frymë liberale, dhe ikonografia nuk po i respektojnë ato kanonet që ka pasur, sepse dalin këto mendjet liberale, shif ande, shif këtej, dhe njerëzit edhe nuk ndalojnë të mendojnë. Prandaj dhe kisha është gjithmonë kisha ortodokse, edhe pse quhet konservatore, por është konservatore në sensin pozitiv. Pra nuk lejon asnjë devijim. Pse quhemi ortodoks? Nuk shkojmë as majtas, as djathtë, as në ekstreme, as në liberalizëm. Qëndrojmë në mes sipas doktrinës së kishës. Dhe Josifi, me që të qëndrojmë te Josifi, Shën Josifi, është një nga shenjtorët shumë të mëdhenj. Është më i madh ndoshta edhe se Mojsiu. Sepse profetit Mojsiu dha ligji, por ai nuk e pa dot fytyrën e Zotit, pa vetëm shpinën. Do me thënë, jo se Zoti ka shpinë, se është frymë, po pa energjit. Si ne nuk shikojmë dot lëmshin e diellit, po shikojmë dritën me sy tanë, se dyshe verbohemi. Por Shën Simeoni e priti atë Zotin Krisht 40 ditë në tempull, prandaj quhet më i madh se Mojsiu, por aq më shumë Shën Josifi u kujdes për foshin ynor, prandaj shumë i madh si person. Dhe diçka tjetër, Shën Josifi është shenjtori që frymëzon moshën e tretë. Mosha e tretë e pleqërisë, sepse tham ishte 80 vjeçë. Mosha e tretë e pleqërisë ndonjëherë duket si një moshë pa produkt. Ku të zë qoshen, lozësh domino, dhe ka disa madje që mendojnë keq, na iku mosha dhe të bëjmë ato që si kemi bërë në rini ose dhe si them degradojnë në moshën e pleqërisë, që është një turp. Sepse vetë mosha e pleqërisë është një dekantim i gjithë jetës që ti ke bërë, sepse bien pasionet, ato vrapimet, dhe fillon bësh një qenie më mendore, se sa mishore. Dhe duhet të shenjtërohesh nga vetë pleqëria. Jo më kot Zoti e ka lënë pleqërinë. Sepse pleqëria të shenjtëron, ul pasionet. Dhe pleqëria të përul nga nevoja që ke për tjerët, ti bësh një qenie komunitare. Kërkon, falenderon. Për shembull, po njeriu zakonisht trimse janë arrogant, se janë të fuqishëm. E sigurojnë vetë jetën. Po kur ama kur plakën pastaj, ata arrogantët do të ulen. Dhe Zoti e lejon që të bëhet si fëmijë, i thjesht, i përulur. Prandaj ke parë pleq janë si fëmijë. Dhe por ama ata kanë dhe një mision. Na tregon Shën Josifi, të kujdesen për fëmijët, jo për fëmijët e tyre, po për nipat dhe mbesat e tyre. Pra është një bekim ta kesh prindin në familje. Dhe sot doli që prindin t'i heqin sepse duket si angari. Jo, detyra e gjyshërve ishte edukimi nipave dhe mbesave, sepse prindit shkonin dhe në punë të gjitha. Edhe po ta vëm re, Miron, me që po dalim të kjo tema e gjyshërve, se unë e kam pikë të dobët. Ato fëmijë që janë rritur me gjyshërit, kanë të tjetër edukat, janë më të sepse nipi mbesa quhet mjalti i mjaltit. Dhe kujdesi për këta është shumë i madh se edhe që bëjnë prindrit. Ndonjëherë
edhe të prishin gjyshi dhe gjysha, sepse të duan më tepër se ç'duhet. Fshehin gabimet. Por ama flasim për një kujdes të mirë, të balancuar dhe duan janë të domosdoshëm familje. Kanë të detyrë pra të edukimit shpirtëror me fjalën, me përvojën që ata kanë gjatë jetës, me kujdesin që bëjnë, dhe sot neve po i nxjerrim pleq jashtë loje, dhe aq më tepër ata mendojnë se nuk kanë çfarë të bëjnë. Jo, ata kanë një detyrë tani në këtë moshë të tretë që të bëjnë atë, si them, atë që është shumë e rëndësishme, edukojnë brezin e ri. Kuptove? Dhe prandaj duhet i japim rëndësi kësaj. Në fakt duhet bërë një emision për ndoshta edhe për një emision në lidhje me pleqerin. Si duhet ta menaxhojmë pleqerin, sepse ka njerëz që na dëgjojnë që janë në moshë të tretë, që duan të dinë se si të organizojnë jetën e tyre, flasim edhe për besimtar. Po. Miron, brenda kur shohim Grazhdin, që kemi sot, i shohim ato figurat, dhe na fusin në një tjetër dimension, aty shohim edhe kafsh. Po. A janë rastësisht aty? Shohim edhe yllin, magun. Po. Ç'a kuptimi kanë? Asgjë nuk është rastësisht, sidomos në ngjarjen që ka ndodhur, s'ka rastësisht te Zoti. Është një menaxhim që ka bërë Zoti i gjithë edhe skenës. Përveç ngjarjes, mënyra se si do linde, ku do vendosej, asgjë nuk është rastësi. Shiko, Zoti Krisht kur lindi ishte lakuriq, sepse ai ishte Adami i dytë. Edhe Adami s'kishte rroba. Veshja e Krishtit do dalë aty ku te kafshët, po ta sqarojmë edhe këtë. Veshja e Krishtit me shpërgënjë është veshja me qefin kur ai të vdes. Sepse Krishti lindi si qingji i Perëndis që të shlyejë mëkatet e botës, do shkojnë kryq. Pra, Krishtlindjen e çon te kryqëzimi dhe te ngjallja. Edhe ai Grazhdi është varri. Kupton? Të gjitha këto janë i skenimi ka simbolikën e vet dhe kuptimin e vet, teologjik. Tani vim te kafshët. Në ikonografinë ortodokse dalin 3 kafsh. Qingji, që është simboli i Krishtit, qingji i Perëndis që shlyej mëkatet e botës, kau dhe gomari. Pse është kau dhe gomari? Është një profeci që thot kau e njeh të Zotin e vet dhe gomari e njeh Grazhdin e Zotrisë vet, po Izraeli nuk e njehte. Do me thënë, Zoti erdhi në njerëzimin, në njerëzit e vetë, erdhi të judenjtë, po ata nuk e njoftën, u bën më keq se kafshët. E kishin humbur arsyetimin për Perëndin. Dhe Perëndia kur u bë mish dhe u bë i prekshëm, ata thanë nuk ekziston. Arsyeja që judenjtë e kryqëzuan Krishtin thotë se ti thua jam biri i Zotit. Pra nuk e pranuan Zotin. Por tregon që gjithë njerëzimi, jo vetëm judenjtë, kishin rënë në instinkt shtazor. Ne ishin bërë si kafsh. Dhe diçka tjetër, Kau dhe Gomari përfaqësojnë dhe 2 popuj. Popullin jude dhe popujt e kombeve pagan, që Zoti do t'i bashkonte, do bënte një popull që është populli krishterë. Pra këto dhe kafshët kanë simbolikën e tyre për na treguar. Madje edhe vetë shpella, që ishte një vend i pjesët dhe errët, është bota, ikona e botës. Pra kështu ishte gjithë bota në sy të Zotit. Një shpellë, një kasole, kafshësh, një stall me pisliqet e mëkateve të njerëzve. Që Zoti vjen, ta pastroj, ta ndriçoj, ta shenjtëroj. Njeriu dhe botën që kriju për njeriu. Prandaj në ardhmën e dytë Zoti do krijojë qiellin e ri dhe tokën e re. Siç krijoi njeriu e ri në veten e vet. Por kemi dhe yllin që më the. Ylli lidhet me një shenjë qiellore astronomike kur lindi Krishti. Sepse në qiejt e Babilonisë ne kemi folur dhe për këtë doli një yll i cili ishte krejndryshe. Ai shkëlqente ditën dhe natën. Ishte pra një e pazakonse, yjet dalin vetëm natën, që shkëlqejnë natën. Ai shkonte jo nga lindja Perëndin, por shkonte nga veriuni jug. Dhe astrologët ishin ose magët, ishin njerëz që shikonin yjet dhe te yjet shikonin fjalët e zotave. Dhe ata kishin një profeci të vjetër që nga Balaku, koha e Mojsiut, thënë 1500 vjet para Krishtit, që kishte thënë që nga Jakobi simbolizon Izraelin. Do dali një yll, do lind një yll, jo tani, por larg, që do sundoj me skeptër hekuri, duhet mbreti i gjithë njerëzimit. Kjo ruhej tek astrologët e magët e Persisë, brez pas brezi. Por dhe profeti Daniel,
kur vajti në Persi, edhe ai dha ato profecitë e veta. Këto ruheshin dhe magët simbolizojnë kombet, të cilët faleshin yjeve, faleshin natyrës, e kishin hynizuar natyrën. Tani Zoti përdori yllin, që nuk ishte një yll, na thot Shënjan Gojarti, ishte një angjëll që u shfaq në formën e ylli dhe i çoi magët atje ku ishte foshnja. Magët mendojnë se kanë ardhur, ka disa mendime që mund pranohen të gjitha, por më i rregullt është ose më korrekt është ky, që magët kanë ardhur jo kur lindi Krishti në shpellë të Betlehemit, por më vonë, mboshta një vit më mbrapa, sepse bën një udhtim të gjatë në këmbë, kuptohet, se s'kishte atëherë avion siç ka tani, që nga Persia erdhën në Izrael. Dhe ylli thot zbriti nga qiellin afër në shtëpinë thuhet atje, nuk thot në stallën, në shtëpinë ku ishte foshnja dhe nëna, pra ishte në një vend tjetër. Dhe pra nuk ishte yll, ishte ëngjëll. Ëngjëlli u shfaq magëve. Dhe i tha, mos shkoni më tek Herodi, po shkoni nga një rrugë tjetër. Magët ishin paganët e parë që bënd krishterë. Dhe ata shkuan në vendet e tyre për të përhapur krishterimin para apostujve. Pa. Ç'a ndodh se përmendë Herodin? Po. Çfarë bën Herodi? Herodi është një personazh tjetër i cili nuk është pjesë e ikonografisë. Jo. Por ne kujtojmë Herodin sepse shkrimi i shenjtë e kujton si gjaksorin më të madh. Thuhesh një shprehje nga romakët, sepse Herodi ishte një mbret i komanduar nga romakët. Më mirë të jesh derri i Herodit se fëmia e Herodit, sa i kishte vrarë fëmijët e vet për pushtetin. Dhe kur erdhen magët tash nga lindja, ylli nuk po shfaqej më. Dhe ata shkuan në Jeruzalem. Dhe shkuan te Herodi sepse ai ishte mbreti. Dhe i than, ku është mbreti që ti falemi? Herodi u droll. Sa i se dinte që kishte lindur mbreti. Dhe gjithë qyteti thot kur mor vesh u droll, filloi ka lindur mbreti, se pritej të vinte mbreti, Mesia, e priste Izraeli si popull. Dhe atëherë erdhën prifterinë dhe gjithë dhe i tha Herodi, ku është ky mbreti? Ma thoni, dhe ata i thanë, do të lind në Betlehem të Judes, sepse kështu thuhet ti Betlehem tokë e Judes nuk i më i parancishëm sepse te ty do lind një mbret ose një bari i popullit tim e tjera është profecia. Atëherë Herodi thot magëve, shkoni gjejeni dhe më thoni që të vi dhe unë t'i falem. Por Herodi e bëri këtë sepse kërkonte ta vriste, se pa favorit. Herodi nuk ishte izraelit, nuk ishte nga fisi i mbretit David, ishte idumit. Idumit është një popull armik me Izraelin. Dhe ishte vendosur nga Romët, po mbretërinë e Davidit ta shëgonte një nga pasardhësit e tij, nga gjaku i Davidit. Prandaj edhe Josifi vlasori, edhe Virgjëresha Mari, gjenealogjia e tyre është nga Davidi. Kështu që dhe Krishti si njeri vjen nga fisi mbretëror i Davidit, që i takon froni. Dhe do ta bëj fronin e përjetshëm të Davidit, sepse mbas Krishtit nuk ka më pasardhës. Atëherë, ëngjëlli u shfaq magëve dhe i tha shkoni në rrugë tjetër. Herodi kur mori vesh të, bëri një kalkulim. Kur ka lindur, ndoshta para një viti, futi dhe një vit tjetër dhe dha urdhë që gjithë foshnjat në gjithë atë zonë aty të vriteshin dhe u vran 14.000 foshnja. Por shpëtuan 2 foshnja. Zoti Krisht, sepse kryeëngjëlli Gabrieli thotë Josifit merr shpejt foshnjën dhe nënën dhe ik në Egjipt, dhe ai niset në Egjipt, duke marrë me vete edhe Jakobin, djalin që kishte Josifi, dhe ikin, këtë shpreh ikonografia, dhe shpëtoi dhe Joan Pakzori, që ishte 6 muaj më i madh, sepse kur erdhën thot për të plaçkitur në shtëpinë e Zarias, Elisabeta hyn në shtëpi, thot hapet muri i shtëpisë dhe ikën në shkretir dhe çon djalin në shkretir. Prandaj thot Johani u rit në shkretir, që ti shpëndonte për ndjekjes së Herodit. Dhe nuk i preku këto 2 foshnjë që do ishin pasaj pjesë e historisë njerëzimit. Joan Pakzori, që ishte do parenci i Krishtit dhe vetë Zoti Jezu Krisht, biri i Zotit, biri i njeriut. Herodi vdiq në mënyrë të tmerrshme, krembet e hëngrën për së gjalli. Dhe është një nga personazhet, si them, politik më të urryer, sepse bëri një krim për shkak të pushtetit. Nuk vrau rivalet e vet, vrau foshnja. 14.000 foshnja janë martirët e parë për Krishtin. Janë dhe lipsanet e tyre, janë eshtrat e tyre në një shpellë që nderohen, dhe kush është Herodi sot?
Sepse të gjithë ata personazhe janë përfaqësues të personazheve të tjerë. Barind janë personazhe e popullit judaik, por dhe të priftërinjve që i shërbejnë Zotit. Magët janë përfaqësues të kombeve që vinë dhe bëjnë pjesë e popullit të Izraelit dhe marrin bekimet e Mesias dhe të Krishtit dhe bëjnë populli krishterë. Herodi është përfaqësues i gjithë atyre politikanëve, ose njerëz që kanë ligjvënësit dhe kanë statusin që për ligje antihumane, siç është ligji i abortit, ose këto ligjet e reja, gjiniasjan, si që bëjmë, të cilët prishin jetën embrionale, jetën e fëmijëve, ose prishin familjen, ose janë njerëz të cilët për pushtetin janë gati të bëjnë gjithçka. Por siç përfundoi Herodi, fatkeqësisht të përfundojnë të gjithë, sepse me Zotin askush nuk muatet dhe Zoti është dhe gjykatës me drejtësi. Pra, me pak fjalë këto lloj personazhe na vijnë edhe sot, dhe secili prej nesh duhet ta gjej veten aty. Brenda asnjë skenimit të Grazhdit, pra ose të vendit ku lindi Krishti. Kjo është arsyeja që dhe ne kemi folur bashkë pse është kaq e rëndësishme që të bëjmë skenimin e Grazhdit, sepse aty jemi dhe ne. Që në vim përsëri dhe përsëri, sa herë që ne kremtojmë këtë ngjarje, ne bëhemi pjesëtar të asaj ngjarje dhe nuk jemi thjesht spektator. E analizuam edhe pjesën e Grazhdit me të gjithë personazhet. Çfarë ndodh mbasi Herodi bën vretfoshja? Domethënë, Maria me Josefin me shëndet shkon në Egjipt, edhe vajtja në Egjipt nuk është kot. Egjipti quhej vendi i mëkatit, edhe i magjisë. Aty gëlonte gjithë mëkati, incesti, magjia. Sepse faraonët meshin dhe vajzat e tyre për shkak të gjakut mbretëror që thoshin ato. Por Krishti erdhi në botën e mëkatit. Pra shkoi në zemër të mëkatit që ishte Egjipti. Dhe Krishti përsërit atë emigrimin e popullit Izraelit. Populli i Izraelit dojnin me Mojsiun nga Egjipti për shkuar në tokën e premtuar. Por tashmë Krishti përsëri bën një tjetër emigrim. Por jo nga Egjipti në tokën e premtuar, po nga toka e mëkatit në mbretërinë e Zotit. Dhe këtë bën nëpërmjet duke qenë ai udhërofyesi. Dhe ashtu si populli i Izraelit nga Egjipti kaloi në detin e Kuq, dhe u shkëput përfundimisht nga faraoni dhe ushtria e tij, dhe shkoi në tokën e premtuar, me Krishtin nëpërmjet pagëzimit, ne shkëputemi nga djalli dhe ushtria e tij. Dhe bëhemi bijë të lirë të Perëndisë. Pra të gjitha këto që ndodhen në dhjetën e vjetër përmbushen në Krishtin. Prandaj thot nga Egjipti e thira birin tim, sepse Vigjesha Mari bashkë me Forshën Ynor dhe kujdestarin e Josefit qëndruan disa kohë në Egjipt, pastaj u kthyen prapë dhe u vendosën në Nazaret. Prandaj edhe Krishti quhet Nazaretes. Por ai nuk ishte nga Nazareti. Dhe njerëzit kujtonin se ishte nga Nazareti, ai ishte lindur në Betlehem të Judes, vendi ku ishte Davidi. Vendi i qytetit Davidit. Dhe kjo është arsyeja që nga padia njerëzit e keq kuptonin Krishtin. Është Nazaretas. Çfarë mirë vjen nga Nazareti? Se ishte një krajin kote pa dëgjuar. Por Krishti nuk ishte lindur në Nazaret, por në Betlehem të Judes. Por Nazaretas e quanin dhe por e quanin Nazaretas si vend i prapambetur. Gjitha këto janë pjesë e shkrimit të shenjtë që nëse ne nuk ja dim, ne do gabojmë si njerëzit e atërshëm. Prandaj ka nevojë jo vetëm lexojmë shkrimin e shenjtë, por dhe ta interpretojmë shkrimin e shenjtë siç e interpreton kisha nëpërmjet dhe traditës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt, unë mendoj Miran që nëse nuk ke një interpretim siç duhet, është e pamundur ta kuptojmë vetë. Dë gabosh. Shkrimi i shenjtë kur nuk gabon, interpretimi i gabon. Dhe prandaj kemi sot fatkeqësisht grupe heterodokse, pafund. Kisha filan. Pse? Të gjithë marrin të njëjtin shkrim shenjtë, po ti shikosh gjithë njëri lexojnë. Interpretimi i tij është i gabuar dhe krijon fraksione. Okej. Më pas ta vazhdojmë pak këtë historinë. Më pas ku fillojmë neve dhe populli e kupton që ka të bëjë me Jezu Krishtin. Shiko, sa ishte një fëmijë. Po, si person ai mbeti i panjohur deri në moshën 30 vjeç.
Deri në moshën 30 vjeç ai nuk u shfaq. A nuk ka një episod kur ishte Janë episode, ishte por qëndruar shkrimi në këtë- shenjtë nuk na thot. Mund na thon u ngjit apokrif. Okay. Dhe kisha nuk interesohet shumë për këto. Është një për shembull u ngjit apokrif, që thuhet që përmendet edhe në datën 26 në mbledhjen e Vigjesh Mari, që kur ishin në shkretir dhe mori etja Vigjesh Mari, thuhet që foshnja urdhroi një palmë që të përulej dhe bënte hije dhe nga degët e saj doli ujë i pastër që pivi nëna e tij. Por kisha nuk interesohet për këtë. Dhe në shkrimin e shenjtë në ungjit, këto nuk na thuan. Pse? Sepse nuk ishte e rëndësishme për të parë çfarë mund të bënte foshnja hynor ose Zoti Jezu Krisht si Perëndi njeri në jetën e tij private, personale. Është e rëndësishme është shpëtimi që ai bëri. Prandaj do të mbushte moshën 30 vjeç, që është mosha e pjekurisë për judejnë, sepse në atë moshë ata shiheshin të pjekur dhe të zgjedhur nga Zoti. Kjo është arsye që një prift bën moshën 30 vjeç edhe në kishën tonë. Dhe atëherë filloi misionin. Dhe bëri mrekullinë e parë që kthevi ujin në verë. Po. Këtë përcakton ungjit. Dhe këtu mbahet kisha. Kurse ato të tjera nuk i jep rëndësi. Ka qenë një episod, prandaj po të pyes, ku thoshte që unë jam në shtëpinë time. Ata menduan se kishin humbur gjatë rrugës Jezu Krishtin. Jo, ky episod shkruhet në shkrimin e shenjtë. Është në moshën 12 vjeç. 12 vjeç. Mosha 12 vjeç ishte mosha që fillonte përgjegjësia. Pra, për judejt, mosha fëminore deri në 12 ishte i përgjegjshëm një. Quhej fëmijë. Në 12 vjeç quhet i përgjegjshëm që hynte në ritet për të kryer ritet dhe Krishti krevi ritin e parë, çoi qengjin në tempull që ta sakrifikonte dhe në emrin e tij si një jude. Dhe në atë moshën 12 vjeç ai qëndron në tempull. Për 3 ditë kërkon Vigjesh Mari dhe Josifi. Pra shikoni që Josifi ka jetuar shumë gjatë. Pra jetoi 90 e ca vjeç. Sepse kur ishte 12 vjeç Krishti ai akoma ishte gjallë. Pra vazhdon të shërbente. Dhe Josifi, vim pak dhe të Josifi, ishte marangoz. Dhe i dha zanatin Krishtit, që si njeri ai kishte zanat marangozin. Prandaj quhet biri i marangozit. U bë ky tha biri i marangozit na mësojnë neve. Prandaj dhe marangozi është një profesion shumë i bekuar, sepse vet Krishti madje i ruajtur thon edhe disa punime që ka bërë Krishti në punime e drurit. Punime e drurit janë në traditë që kanë ruajtur, por këto u shkatruan në kohën e ikonoklazmës. Domethënë edhe shumë që mbetën trashëgimi i shkatruan sepse ishte një ide e gabuar që u vendos në atë kohë. Dhe pra dimatë në moshën 12 vjeç, kur ata e kërkuan, e gjetën në tempull dhe u çuditën, atje në tempull ishin mbledh gjithë pleqt. Ata që studionin Biblën dhe i bënte pyetje Krishti dhe ata zinin përgjigjen dhe ky përgjigj, ata thonë, "Mor, për kush është ky fëmijë ka këtë dituri? Kush janë prindtë e këtij?" Dhe ai ishte i vetëm rrinte atje. Dhe kur vajti dhe i than Vigjesha Mari, aty i thot, duke stresuar, i thot, "Ç'na bëre bir?" Pra këtu shikojmë diçka që ajo haroi për moment se kush ishte ai. Nga amësia e saj, dhe i thot, "Ç'të duhet?" Do me thëmë, për çfarë po më urdhëron ti? Kush je ti? Se unë jam vërtet fëmia, po unë jam Zoti yt. Dhe unë jam biri i Atit. Pse më kërkoni? Unë jam në shtëpinë e Atit ti. Pra, sepse Krishti, edhe pse ishte njeri, ishte i ndërgjegjshëm si Perëndi, sa ishte njëkohësisht edhe Zot dhe njeri, ky është një mister i madh, se si në një qenie kemi të qenit edhe Zot edhe njeri njëkohësisht. Pra ishte i vetëdijshëm që ishte biri i Zotit, ishte fjala. Ai ishte gjithdijshëm, por vazhdonte procesin normal si njeri. Miron, do ta lëm te kjo pjesa. Do vijojmë intervistën e radhës pas moshës 30 vjeçare. Kur fillon dhe pagëzimi i Krishtit. Okej? Po. Mirë, faleminderit atëherë që dave këtë informacion me ne.